Miqtë Ruftopit të vinë, përshëndetje. Gjergji, mirë se të kemi përsëri. Përshëndetje. Po, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Altion, mirë se erdhe. Për herë të parë këtu në Ruftop. Olsh, bëjmë një prezantim shkurtër për shembull ne, sepse ti tani më nuk ke nevojë për prezantim, por ne kemi ende nevojë për prezantim. Ruftop ka qenë një iniciativë e marrë nga unë, nga Vini dhe nga Ledi. Ledi është regjizori, Ledi të lutem, një podcast i cilin ne fillimisht e kemi nisur për qef, po tani me shifrat që po ecin 327, 200 Ska gjë, do arrim javës tjetër aq. Jemi pothuajse 250.000 views në YouTube dhe jemi afro 420 subscriber. Na duhen 1000 subscriber, kështu që të gjithë juve që na shikoni, se jeni shumë na bëni dhe subscribe. Fillimisht menduam të diskutonim në lidhje me sportin dhe biznesin, por ngadalë filluam të merrnim me personazhet të mira të sportit. Besojmë që dje isha tek Andale Sport për para ndalim dhe po diskutonin për një dy. I përshëndesim çuna dhe i thojmë se jo, na vjen ndeshjen e kthimit. Bëjmë një kështu, në një B2B. Çfarë ndodhi? Unë nga që në përgjithësi o jam tek podcasti ynë, jemi dhe i Vinit. Vini është administratori i hoteletërit që na ka mësuar të gjithëve neve këtë vendin këtu. Ose kur dal live në televizor, përveç se kam autocensurën time, pra unë e di çfarë gjërash duhen thënë dhe çfarë gjërash nuk duhen thënë, nuk isha mësuar që të më prisnin gjërat në montazh. Kur shkoj në shtëpi dhe shoh emisionin darke, unë tregova aty një histori që Duka i kishte shkruar një mesazh Edi Ramës pas ndeshjes Shqipëri-Serbi, është e vërtet, ma tha Duka duke ngrënë drek. Dhe kishte thënë kryeministri të japin çunave në lek nga ana e qeverisë. Dhe përgjigjja ishte ha ha ha. Pra i thash gjunaf, qeveria nuk dha asnjë lek për ndeshjen Shqipëri-Serbi. E kishin prerë. Dhe kur pyeta Flori thash Flori, pse e preva ata mos patën për montazh? Ne tha nuk bën politikë. Po mirë, unë çuditem si Duka vazhdon të fton ty akoma për drekra, kur ti janë nxjerrë që të gjitha më mbrapa në për to. Në për podcaste. Në për to minutazhet e lira. Po, sepse unë ndoshta di çfarë duhet të nxjerrësh. Duhet nxjerrësh çdo një fjalë. Duhet të catë arrim në nivelin të. E pyeta Dukën gjatë të drekës për çep që po konsumonim, që është vërtet që Patostano në 2004 në ndeshjen Shqipëri-Greqi ka dhënë $500 premio kombëtare. Me të kam. Asi lek. Po pra, i ka dhënë me tikam. Asi lek. Në ndonjë pasaj, ja dham nesa si federata, sepse e kishin premtuar lojtarëve të tjerë. Por ti kthehemi të ty, sepse për ata që pa kushta nuk e di, jetra njëri Partizanit. Po. Fal Zotit. Urime dhe suksese në këtë detyrë të bukur, por të vështirë. Shumë e vështirë. Të themi të drejtën e vështirë, sidomos për emrin që ka klubi Partizani, tifozët e shumta dhe atë që presim që Partizani të japi në fushë është shumë e vështirë, por edhe e bukur njëkohësisht. A duhet ndihemi të lumtur ne Vin që një djalë lindur dhe rritur në Shqipëri, me sakrifica të mëdha, pas gati 2 dekadash në botën e sportit të jepi një shansë të tillë? Pa diskutim. Pa diskutim. Ku do gjenim të ishin raste më të përsëritura këto si Toltonit. Seriozisht e them. Jo se kam një lidhje drejt për drejt apo diçka, po të sikur të mbushesh kur shikon histori suksese të tilla. Edhe Vini për shembull se në 2000 kur shkoi shtetit në Amerikë, pagjës shiko kur sot pra njerëzit u dashka 20 vite pra të arrijë. 99. Po 2000. Po 2000 akoma. Okej, si ka mundsi ta nisim direkt me temën dhe duam që të jemi sa më drejt për drejt sot, pa rezerva si Gjergji. Po, ne do të kështu jemi. Si ka mundsi që një president ta kategorizojmë i rënd, i mprekt me përvojë si Gazdemi, arriti dhe ju dha shansin juve që duket sikur prej kohës tonit aman të lutem jepni një shans. Si e gjykoni? E shihni më shumë si një zhgënjim të tij nga emrat e mëdhenj apo rasti apo një strategji e menduar mirë? Unë besoj që hyn shumë tek strategjia dhe të besimi, që ja falenderoj shumë presidentin për pjesën e besimit që më ka dhënë. Të themi të drejtën, nuk e prisja, realisht nuk e prisja. Kur kam folur edhe me miqtë e mi më të afërt dhe me familjar, ideja që jam afër të Partizani ishte fal miku tim që është edhe shef scout aty Altin Ferrat, ai më ofroi Altin Ferrati që është shefi skautizmit Partizanit, më ofroi është një djalë shumë i mirë, më ofroi Partizanin B. Okej. Duke qenë se ekipin e dytë po. Me objektiv për të ngjitur në kategorinë e parë, për të futur shumë element nga U19 që lojtarë që mbarojnë që nuk luajnë dot si Himallari, Vata, Male e tjerë që ndoshta nuk marrin dot minuta lart, të merrni minutat poshtë edhe të jemi kompakt. Gjatë kësaj kohe tha ti është edhe në pjesën e stafit. Kushdo që ti ishte trajner, si ishte vendosur akoma trajneri juaj, kushdo që ishte trajner, ti ishte në pjesën e stafit, edhe unë me dëshirë pranova duke
duke qenë se kemi disa vite që punojmë në për ekipe rrethësh, të themi të drejtën, për shumë vitesh. Edhe thash po me dëshirë dhe nuk e kishim menduar që pa kaluar 2 muaj do isha trajner pa ekipit Partizan. Dhe më thonë asë në ndër më të bukur, ku thërë vlezë, se kisha menduar të isha aty. Faqja e parë e gazetës. Po faqja e parë e gazetës. Më ftoi presidenti, bashkë me Altinin, bashkë me drejtuesit, më tha, emër do të përsipër dhe realisht nuk isha arsye të thoja jo. Ustepe, Ustepa pak, të thoja njërës, nuk jam që kam fituar Kupa Botës dhe po refuzoja emrin e Partizanit, dhe ishte shumë e vështirë për mua. Treri kalon një herë në jetë. Po, i e kalon, dhe vërtet treri kalon, du t'jesh momente e dur, qasin e dur, dhe falë Zotit, besoj ka qenë strategji dhe mendim duke para punën që kemi bërë dhe tek bëja, të jemi realist, seriozitetin që kena bërë shumë të ekipi 2, që kemi afruar drejtarët e ekipit parë dhe besoj ka qenë kjo ideja e tij. Sa ndeshje u bën Olt? U bën tani, janë bërë 6 ndeshje të ekipit Sa parë. pikë të marrë? Kemi marrë 9 pikë, 2 fitore në transfer. 2 fitore në transfer, 1 në Durrës, 1 në Me Vlorë, sa pikë morë skuadrën? me 4 pikë. Me 4 pikë. Mbas 5 humbjeve, mbas humbjes në derbi. 5 Në momentin më të keq në historinë e Partizanit superiore, asnjëherë nuk e qenë. Në momente më të keq, sidomos në momente më të rëndë psikologji, vetëm në vitet kur janë vitet e errta Partizanit që u prish klubet gjë mund të kishte qenë më. Jo, atë në fillim jo, ishte në fund. Po pra, në fund kur nga ka duhet, vetëm atë mund të kishte qenë në këtë mënyrë. Shumë mirë. Kush është Oltion Kënaja? Fillimi mirë. Fillimi mirë gjithë punës. Kush është Oltion Kënaja? Lindur në? Unë jam lindur në Bajramcurin, Tropoj. Në qytet Tropojës? Po, në qytet jam nga fshati Kërnaj, fshat me emër, për Okej. shumë gjëra që jashtë boshës sportit, që zonë t'i përmendim. A, këto konfliktet? Këto konfliktet e tyne, po. Okej. Dhe kam ardhur në moshën 8-9 vjeçare. Ke lindur në vitin? Vitin 88, 1988 kemi lindur në Tropoj. Viti 70. Jam rritur në Tiranë, diku afër. Fëmijën e ke kaluar në Tropoj? Po, fëmijën e kam kaluar në Tropoj, dhe vitin 99 kam lindur atje, në 11 vjeç kam ardhur në Tiranë. 97 e ke kaluar në Tropoj? 97, 98, 99 kam kaluar në Tropoj. Gjunit marrë më të Tropoj? Po. Prandaj tash kam hyrë në një fshat që ka një histori tjetër nga futbollit. Mos gjuaj. Nuk do të kaloj. Është normal. Këtë pjesën do të kaloj, shqyrë zotit. Pastaj futbollist. Pastaj erdha në Tiranë, në shkollën 7 Marsit, diku afër edhe Gjergjit, aty Te afër. rruga Kavajës. Dhe hyra moshat si sportist në Tiranë, kam luajtur me moshat, themi të drejtë moshat e Tiranës, deri në U19, me Fagu, Muça, Gentin, me gjithë shokët. Okej. Me gjithë shokët e Gjergjit, edhe të mit, janë njëkohësisht edhe shokët e mi shumë. Gentian Muça që kemi pas. Gent Muça. Pastaj kam transferuar, kam luajtur në ekimin e parë të Gjirokastër. Shkove Gjirokastër. Filloi Filloi shtektimi. shtektimin. Filloi shtektimin, pas një dëmtimi që ka lodhur moshën 17 vjeçare, nuk parria dot të çaja tek Tirana, shkum në Gjirokastër, një grup shumë i mirë çunas, bashkë me mikun ton përsëri të bashkë Van Bakaj. Van Bakaj. Bashkë me Van Bakaj, mas Gjirokastrës në Apollonia Fierit, nga Apollonia Fierit të Partizani kategori 2, cilëtarët të Viqerani kategori 2 të nëzorë kategori 1 parë në kohën e vështirë të Partizani. Kategori 2, pra të tretën teorikisht. Po, tretë teorikisht kategori 2 në emër, treta nga klasifikimi. Dhe në moshën 22 vjeçare mendova nuk po çaja dot më në sport, tash ta lesë, nuk vazhdot. Çfarë do bëje në atë moment në jetë? Nuk e prisja asgjë në atë moment tjetër, thjesht ishte moment pauze, moment shumë i vështirë të drejtën, se nga ato ëndrat shumë të bukura, u kputën, u prejnë direkt. S'po arria do të shkoja ku duhet isha, e kuptova dhe vetë, ma me një neshje misore të Tiranën, në ekipin e parë. E le me koshjencë futboll. Po, me koshjencë të plot. Ma e mend në luajmë me Skapari kategori e parë, ishte kategori e parë ekipi Skapari. Luajë Skapari apo bëni Bëri se në Tiranë shumë vetëm për ndeshje. Edhe bëjmë neshje misore me Tiranën e madhe me Mellin, Daniel Xhafën, gjithë nga 2 metra, edhe mundohem t'i marrë top me Mellit, dhe maj mend se sot mundohem një top hapësirë, mundohem t'i marrë top me Mellit, përplasme me Mellin dhe rrëzohem bina top. Aty, thash sport. Aty thash nuk ka më të bëjë. Nuk e shikoja vetë që nuk isha të më lartë, tash më mirë ta lej këtu se sa do vazhdoj Gjirokastër, Skapar, Fier, Partizan, shkoj luaj në kategoritë të dyta, larg shtëpia, larg edhe nuk ja vlen të ishte bërë presion gjeografie ka shumë qytete sa kesh. Kjo është e mirë, njohim gjithë në momentin që bisedë me fëmijë ku më pyesin për gjitha rrethet, i di të gjitha. Si lindi, që të themi pak pas, si lindi dashuria jote për sport? Nuk besoj e ke nisur që në Tropoj. Kur ka në Tiranë besoj e aktivizuar apo më shumë je shtyr nga familja apo jo, jem mundur në futbollin e lagjeve, pastaj erdhëm në Tiranë, aty
Çuja që luajnë gjithë sport, Braka, dije që ka pas çuja që luajnë gjithmonë sport, mundonin të luajnë Lagja Fortuzi. Po, ish lagja ime dhe Albas Seferit. Po, Që edhe përshëndesim. Albas Seferi djali me tu Seferi, Po, ka pas në gjimnaz. edhe mundonin aty, lindi dashuria një ekip sporti aty në Harry Fox në fillim stërvitje dhe lindi dashuria për sportin, pastaj çdo ditë vetëm u rriste, nuk ishte në hap mbau. Ke pas një model sportisti, futbollisti në fëmijërinë Po të tënde? drejtën, model kanë qenë shumë nga kampionat italiana të vicër. Në Shqipëri ishte kulmi kampionat italian Serie A. Serie A, Francesco Totti, Del Piero, Ronaldo, me radhë. Mos kalojmë pastaj të pjesa defensive që u kam luajtur defensiv blank, si tifozë dhe Inter që jam, duke parë Zanetti, blank, shumë lojtar kështu edhe. Ishte model punë atëherë, por si thënë, do ta lëmë dikur do ta lija. Po skuadra e preferuar kush ka qenë atko? Inter. Inter. Apo në atë kohë Inter. Për Ronaldos. Sigurisht, për Ronaldo fenomeni, për Ronaldos ishte edhe Baggio, Vieri, ishte një grup shumë i mirë. Po nga shqiptarët Valbona? A shqiptarët, Valbona është ekipi rreth të qytetit tim. Normal. Se është ekipi që jam rikthyer. Është gjithmonë aty. Është aty gjithmonë, kurdo që ka nevojë, është aty gjithmonë. Po nga këto ekipet e kryeqytetit? Ekipet e kryeqytetit, thëmë drejtën, unë jam skeptik nga fyzit gjitha, jam moment. Unë nuk është që flas dot shumë tani, por Se trajë Partizanit, për pak garë. kuptohet seriozisht. Do flasim s'kam ta vë. Jo, do flasim. Unë jam një person që në momentin e ekipit që punoj, të them të drejtën, kam një felling shumë të madh me ekipin që punoj më përpara, sikur dashur me ambiente me punën dhe nuk do të flas diçka që ndoshta del kundër asaj që un kam dëshirë. Por karriera jote strategjike ka filluar me një ekip femrash. Po. Unë kam filluar fal mikut Fat. në moshën 22 vjeçare, lash futbollin edhe njëkohësisht mikë përbashkët Joni Gellsymeri kishte një ekip Gazetari, gazetari i femra. po, ishte presidenti i parë i futbollit në femra në Shqipëri, kishte një ekip me emrin Tirana AS, ekip kampion në Shqipëri, të themi të drejtë, ekipi i parë kampion në Shqipëri. Momentin që Altin Raklli e la futbollin femra kaloi si trajner kombëtar, më ofrua posti. Se ishte rroga atëre? Se ishte rroga? Për rrogën, u ofru posti që drejtoja rrogën, për rrogë s'kemi folur. Asnjëherë. Asnjëherë, me Gencën, mi shok s'kemi folur kur për rrogë. Sa kohë të bukur atëre që nuk flitë kur për legët? Tani kushdo që të vjen me të marrë punë, As kisha as maronin. Jo, pas nuk jepi edhe as nuk kërkonin. Ishte drejt, as nuk jeva pas As nuk kërkonin, ishte rehat, pra. Kënaqësia ishte edhe unë falë që po të pres. Fillu punë gazetë fillim, ok, ndan rrogë fillim, po isha gati mos ta merrja për zotin, e kuptoj vetëm që të punoja. Vazhdoj, dis. Dhe Kam premtuar miku tim Cini këtë vit që nuk do ta ndërpres. jo në pres për një, thanë jemi të drejt për drejt, jemi të drejt për drejt. Pa më. Të duket pak si Cini kë? E fillova këtë Tirana AS. E fillova këtë Tirana AS. 2 sezone aty. Nuk ishin rezultatet ato që dëshëm, themi drejtën, sepse Tirana se viti nga ekipi kampion, ishte viti që pastaj filloi vllaznia tani me ADV vllaznia që nuk i hapte rrugë më askujt. Mbas I bërtisë femrave? sigurisht që po është. Jo them të drejtën, më vështirë të punosh me ekip femër sepse ekip meshkush. Po patjetër. Në të gjitha aspektet. Ashtu nuk diskutohet. Në të gjitha aspektet, edhe nga ana sjelljes, edhe nga ana taktike, nga të gjitha shumë e vështirë. Femra që të jep të drejtë duke lindur akoma, kështu që Është vërtet se drejt. Si paragjykim që mund ta shprehim një tropojan si ty. Nuk e kishte delikatesën ndoshta që meritori femrat, apo? Është Konstantini gabuar. Jo, është drejt ashtu s'kam delikatesën fare në punë nuk njoh asnjëri, nuk e shoh çfarë është që ajo ka qenë arsyeja. Dhe mas Tirana AS bëra trajner ekipit tim të dashur Valbona. Ne ta një sezon e gjysmë. Tu do ndajmë pak, sepse ti ke drejtuar dhe Valbonën e Tropojës dhe Turbunin e Pukës. Kam qenë në fakt edhe në Pukë disa herë, edhe ka një stadium bukur midis pishave atje. Edhe rruga për Pukë është shumë e bukur, kur kam qenë në Supersport kur ishte kategori superiore. Superior, vini që ka dhënë në superior kam marrë. E ke marrë 2016-2017. Sta jepsh në instancën për superiore. 2015-ën. 2015. Unë sa herë bëja një gabim Supersport, më dënonin dhe më çoshin në Pukë. Sa kam shkuar brenda vitit gabim. Gabimi ishin shko me vonesë, këto. Kujtohet më fal një kështu. Intermezzo. Kur kthesh nga Kosova një herë bashkë, që nga Puka dhe zbaron rruga. Nga rruga vjetër 2005. Ka pasur një kinez ku ka pas bërë hidrocentralin atë. Ku jemi këtu në Pukë? Mas një orë, ku jemi këtu në Pukë? Ku jemi këtu në Pukë? Se nuk më shtetet bashkëpunë të Pukës ta po Puka. Dhe rruga shumë e bukur. E bukur ishte. Shumë e bukur, unë nga edhe një qytet brenda dhe
Edhe u mësova atje, shkoja në Puk. Po gabimet ishin kështu për shkak, shkoj me vonesë për shkak mbledhje, Supersport, i tek e Shakos këtë radhën në Puk. Bonte listën në Puk, e kisha marrë dorën në Pukës. Po ti si jemi gjoba kështu si trajner me lojtarët, i dhe gjoba lojtarëve? Atë sigurisht ne kemi një rregull të klubi që do të jemi në orar fiks momentin që lihet qoftë edhe 1 minutë. Sa orë është minuta? Ja, nuk janë shumë të mëdha. Shqipërisë do të lidhen me një muhabet tjetër për shumë gjesti nuk vjen, nuk janë stërvitje, po që në stërvitje si në ndeshje dhe kështu rregulli. Po. Plus anës financiare. Duke lidhur me këtë, në kursin me UEFA Pro, ishim bashkë me Fati Madh dhe Zabaletën, zëvendëstajnin e kombëtarës. Edhe po e pyesja rregullin. Ishte lojtar në Manchester City. Ishte lojtar në Manchester City. Edhe po e pyesja për rregullin, se si vendoset atje dhe këtu, se tash këtu funksionon me gjoba. Tha problemi më i madh në Angli, tha, momentalisht të City ishte puna e rregullit. Nëse veshë gjobë tha një lojtar e paguante. Rasti konkret për Aguero, tha i vej gjobë nuk e di sa ishte shumë, realisht nuk e di sa ishte shumë, 5.000 euro, 6.000 minutë, diçka tillë. Ai vitë kur donte servitje. Pagute gjobën, merrte avokatin e tij, të lutem apa janë punu 30 minuta, ma paguajë gjobën dhe lidhen në servitje, tha. Ka shumë lek kanë. Ky është, domethënë, plus lekëve që rroga biznese, punë të tyre, nuk e di nga i vinë, edhe nuk e di sa paguante, të them realisht. Edhe kjo është problemi i vetëm që s'po zgjidhen dot, nuk po zgjidhen dot në Angli. Për korrektesën. Si ishe drejtoje në dy skuadra si Puka dhe Terpoja komplet larg mediave, domethënë. Si është për shkakun që të hapësh gazetën dhe mos ta gjesh veten asnjëherë aty për shembull, televizorit. Të them të drejtën, kjo është pak e vështirë. Te Puka kam qëndruar 4 sezone. 4 vjet. 4 vite, 2016-2020 dhe nuk është që s'kemi pasur rezultate, do thonë mund të ishim ekipin e kategorinë e parë ose të dytë me buxhetin më të vogël. Sot të nxjerrësh një ekip nga kategoria e dytë që i bie niveli 3 në kategorinë e parë duhen minimumi 250.000 euro, minimumi, për rasti i Beslidës tash që është pretendent ose tjetër. Unë bashkë me stafin suport politik. Po, pra unë bashkë me stafin e kemi nxjerrë nga kategoria e dytë në kategorinë e parë vetëm 90.000 euro. Vetëm 90.000 euro dhe askush 8 milion lekë në muaj. Rrogat shkonin bashkë me akomodim që rrogat shkonin të Puka si kanë bërë vetë të Tërbuni, rrogat shkonin 6 milionë gjysmë lekë vjetra. Në muaj. Në muaj. 22 veta 20 lojtar, 2 staf që ishin 2 veta, ishin si ishin më shumë. Sklavopronar, rend sklavopronar. Kishin lojtar, po respektoj shumë ato çuna, kishin lojtar që merrnin vetëm 200 euro. Vetëm 200 euro në muaj. 200 euro dhe ishin në vend të parë nga fillimi i sezonit deri në fund. 2016, 2017, 2018. Ishte para pandemisë. Pas pandemisë kanë lut më njerëz. Nga siguroi fondi? Bashkia. Bashkia. Ka ishte. Ai kishte, nëse del përsive, po ishte i saktë. Ato që ishin. I kalon të rroga në bank. Çdo datë 5 kalon të rroga kaq ishin, por domethënë për të kaluar të muhabeti që ishte shumë e vështirë. Futbolli me Tropojo pastaj këtë ma sero pak se ai miku im i përbashkët Arbilaçi që është sot gjë më të mirë, shkoi një periudhë tjetës ti, po angazhonte pak me kimno Tropos. Po sepse kene ish presidenti që përshëndesim miku joni i përbashkët Joni dhe Arbit. Edhe ndihmon të Arbit duket me lojtarë. Po ndihmon të Arbit me lojtarë ca kohë. Dhe nuk është se s'ka lidhje fare Tropoja me futbollin. Tropoja ka nxjerr futbollista. Skënder Gega, Alit Gega, Fatmir Sampapa, Gerard Progni. Po Partizani na më gjithë, një lloj tradite. Partizani, na ka lidh Partizani të gjithë. Por nuk është për Tropoja. Ne kemi dëgjuar këto gomat që është në mendjen tonë. Tropoj njësoj janë dëshirat dhe stadiumet kanë shumë bukur. Kanë si stadium vogël, si pura jon, do njësoj jemi, ç'është më bëj. Isha mbaramësuar në 2022 që isha në aty që ishte edhe bus në qytet, e ta kanë treguar atë historinë me Universitetin, që ishte duke ndërtuar njëri aty. Shumë karabinaja ka gjash, se ke metrin. 700 thamë, çato di 700 tu edhe. Po tha po se i hekër njësoj e blita si jo. Si ti Tirana. Ka bënë drejtën e epoka Flintstone, se ka transportin. Sa shkon në shtëpi balancurit tash? Shkon në shtëpi, domethënë është vërtet, unë e di kush edhe ke pyetur aty atë që është mund ka busit Azemajt. Mund ka busit Azemajt, po. Ja ishte mi kushit e mi. Është Abeni do kesh pyetur ti. Edhe shkon është vërtet që mund shkosh 700-800 euro në metrën e Tropoj. Ore, ta them përsëri. Unë para dje, jo më larg se dje, se çka pas në Tropoj para një 4-5 ditësh, një tip festivalit organizuar nga bashkia, diçka e tillë. Kishin shkuar nga Tirana, nga Kavaja, nga zona këtu, për të kaluar fundjavën aty, se pas të ardhur kështu dhe ishin këtaqur, ishin super këtaqur. Jo që shkruan video është një mit. Si Çolja Vlorë, tani Çolja është për bukuri, po ka qenë Zani. Valbon është Tropoja është fantastike vend që mund të shkosh
Bosh turizëm alo dhe turizëm. Absolutisht, unë kam shku Edhe disa turizëm herë. vero. Shko në Valbon në verë. Dhe me rrugën e vjetër në Valbon, Shko në Valbon në dimër Shmërkulli. Para Shumë me të bukur. histori para. Ju jeni me origjinë aty nga Karnal. Po, fshati Karnal, të mirë me Karnal. Kthehesh në fshat? Po, kam falë Zotit, kam gjyshën akoma, kam xhaxhajin akoma. Shkon Kam atje akoma kam xhaxhajin në qytet, kam akoma sa njerëz të bukur. mirë, falë Zotit. Në vitet para një 6-7 viteve, një miku imi me një 3 persona që shikojnë të minjat të kromit, kuarcit, gjërat që ka tropoja, indian, donin për të investu, për të tregu mrekullinë. Edhe marrim ato, kalojmë në përfshatra, shko u borë, vonë, ku ti çon, do të çojmë Valbon, se normale. Patje. Ku shkoj natën e parë, kishte frika i indiani ku po cop. Normale bëma. Edhe ishte Që shkon internet kallar gjithmonë. dhe ishte teton nëntor si tani, dhe ishte e bora parë. Hap, kishim rezervu për një natë, të ca miqtë e mi, hapi dritarën e mëngjes orë 7-aj. O zju e pa bardhë dhe kalon të lumi aty. A ka mundsi 3 javë sa? Ku e do të më thotë, lë javë, nuk do t'i ka Ne çoku kemi në shtëpi ne nga shkëmi kavaje se ne vim në herë e kur zgjojmë mëngjes pa mi gadeti edhe themi imagjino atje. Realisht aty unë kam shku dhe për hike, kam bërë majën e Rosit. Dhe shumë bukur. Shumë bukur aty të hapet. Për intermedje, se Olti është i ri dhe Olti sa e ka nis karrierën dhe inshallah e zgjat sa më shumë se në karriera e trajnerit fillon 45, Olti ka nisë i ri, 37, Olti ka 22, po 45 fillon, tani është kulmi, po të menu në herë për shembull, mbi 60-at, shkosh në një vena ne për shembull, edhe anë nga Trimadhe, si anë ose këne nga Valbona. Kishte vetë kotrish. E kam ndame një dhe shkoj vend me det, jo, më pëlqen, po me det. Do ta kesh forcën për ta lënë biznesin? Them se po. Them se po. Se i dëgjoj për shembull vetë politikanë. Ne nuk kemi vujt njësoj si prindrit tanë për ta ngrit me fol. A do të biznesi ty? Se, shiko. Në këto mend që jam tani them se po, nuk e di. Unë në kuptimin e mirë 60-65 do të punoj. Pastaj do të shijoj aq sa na ka falë Zoti. Po ku është problemi për shembull me njerëz si vini 100% dhe me mua me pak shumë pak përqind, shumë pak përqind. Ka kryer punë me lekë, ato kuptimin e mirë të fjalës. Me këto gjërat i ka investim emocional dhe njerëzor. Po si ta lesh këtë gjë për shembull pas 20 viteve? Kujt t'ia lesh këtë gjë pas 20 viteve? Pra unë këtë hall kam. Mos thosh tani ndonjëherë do na rrëmbej kjo gjë që ore kujt t'ia lejm këtë gjë që e kemi ndërtuar se ime më ka punuar në stat, doli në pension, kishte emocionet e veta, po në fund ditës institucion shtetëror apo jo, do të thënë. Ja nga shteti. Kur e ke të ndërmërë? Se dhe varet se sa lidhesh. Ja, për shembull Tioni e la futbollin prap. I doli një I doli me melli përpara. Jo, hapti derë tjetër. Për më mirë. Ka një zgjidhje për këtë gjë. Ndoshta apo jo. Nuk ta thash, Nuk do një derë një tjetër. Nuk ta thash kot, nuk ta bëra këtë pyetje që futa me Por mendime. vlerë se do ikin det tash. Po do ndrojmë vendin në skafë. Duhet të blesh një cop tokë në dërmi, dhe të ndërtosh aty një ether sof. Kemë një tokë përshitje në dërmi, këtu do të dalësh. Dhe pas dasjetës Do ta blej nga Ledi o tokë, nuk do ta blej nga ty. Ne të lutem. Krejtë gjitha Partizani Gjergji, se kështu na çuje Po, ti alla po, ka. Partizani. Jo, Si u hap dera e klubit Kuq, kush e vuri re i pari? A thash edhe pak më përpara. Dera te klubi Kuq erdhi një projekt duke parë se un kam kaluar disa ekipe që i kam falë Zotit, i kena ngjitur nga i kategori më lart, siç do thash as ka qenë rasti Torbonit, i Luzit, që kemi pasur rezultate Valbonës që pavarësisht se i ka 2 javë të fundit e lam në vend të parë. Lash në vend të parë se kështu kishin marrëdhëniet me presidentin, marrëdhënie miqësore, jo kontraktuale. Po Valboni lash në vend të parë dhe tani më shpo kuptoj, tani ke filluar të marrësh lek. Deri tani misi, po thuaj se misi pas ke pas gjitha. Shumë mirë ke bërë. Kemi investuar për veten, për karrierën time, kena investuar për karrierën time. Ja dhe duke qenë se un kam bërë disa etapa të mia në këto kategori dhe njoh jo mos le të qenë fare modest të kampionatet të poshtme, atëherë më erdhi mundësia mbas. Pra ne mos themi që ti je një futbollin Nga rrënja, nga poshtë. Nga rrënja, nga poshtë. Nga rrënja, nga poshtë. Di gjithçka për futbollin shqiptar. Mendoj se di shumë. Gjithçka ndoshta jo, po shumë po. Shumë nga Për futbolli gjithë këto 15 vitet e fundit. Për këto 15 vitet e fundit goxha shumë. Nga gjitha. Pra qoftë unë të them të një lojtar ti e di ku ka luajtur, çka ka bërë bla bla bla. Sigurisht. Bëj një test. Sigurisht. Test kampionat shqiptar këtë duash. Këtë duash të kampionat shqiptar. Kotobelli për shembull, i kapitenit të Utës e përshëndesim. Po Kotobelli kapitenit të Utës e ka nisur në fillim në Mesamajmen nga Vlorë, pastaj ka shkuar te Durrësi,
pas e u kthy, iku përsëri, Kavaj, këtë punë ka bërë të probleme. Pa besueshme. Okej, vazhdojmë. Edhe, si që thash më parë, miku jon Altin Ferrat, skauti, menaxheri, shef scout i Partizanit, më ofroi projektin e derës së kuqe për ekipin e dytë. E prita me kënaqësi. Më së fundit të flesh në shtëpi. Më në fundit të bëj një punë, të punoj në një klub të mirë fill, të them të drejtën, se jemi munduar në klubet që kemi qenë përveç trajnerit të bëj drejtori sportiv, të marr lojtarët, ndonjëherë edhe financierin, ndonjëherë atë që do shkoj të akomodimin, do shkoj në rreth, do mesha unë me fjetjen, me ushqimin, me shumë gjëra. Tash do fokusohet në ajo që kam investuar gjithë këto vite, vetëm të puna trajnerikut dhe Partizani tash do shkoj aty, s'do më mas gjë tjetër. Zgjedh lojtar, vetëm do punoj. Pas të shkosh ndarje në shtëpi. Gjëra kuqe, ngjyrë dashnie. U hapën dyrë. Partizani që ka hije. E di. Ja ku jemi. Shumë mirë. Shiko, du të jesh i sinqert. Siç je. Sigurisht. Ke punu me trajnerët tuaj. Ke qenë ndihmës trajneri Morieros në Laç. Morieron e përshëndesin, do ta kemi të hënën do vinë etër këtu të na vizitoj, bashkë me Alfred Ferkun, ish lojtar në madh të Murtarit edhe djalin Sinan Idrizit. Do bëni vizitë miqësore, ata do rinë mbrapa kuintave, ne me Morieron do bëjmë bisedë. Ish lojtar i madh i Interit me Baxhën me ta. Ke punu dhe me Milinkovicin, mos gaboj tuaj. Çiket freskët. Kam punu me Milinkovicin i freskët tani, kam punu edhe me Morieron. Si janë trajnerët e huaj? Atë kam punuar me, si thash, para ca kohësh me Milinkovicin, që për mua nuk ka ndonjë ndryshim të madh me trajner shqiptar, mos them që ne jena më të mirë. Për arsye, një trajner shqiptar, mendoj unë, në Shqipëri di më shumë, di ambientin e punës, di njeh kundërshtarin, i njeh pikat e forta, dobta të kampionatit, e di një fushë që është vështirë për të fituar dhe di një fushë që ndoshta kundërshtari, gjë që këta trajnerët e huaj që kanë ardhur në Shqipëri, të themi të drejtën, se ndoshta mund të ketë një trajner që mund të rrisi një klub me investime shumë mëdha të sjellë një trajner që është trajner për të qenë. Pra ti mendon që ne duhet të rrisim standardin që të sillim trajner? Që si trajner, në trajner që kanë ardhur në Shqipëri nuk kam parë asgjë, domethënë unë më mend te Kuksi ku isha trajneri ishte një njëshër, ishte një italian që nuk është që bëri ndonjë gjë shumë të madhe. Legend. Jam zonë njërë në emision Ishte një italian që nuk bëri një gjë shumë të madhe, ishte pas italianit erdhën 2-3 të tjerë, por që nuk është që solle në jojësi. Tash është si puna një miku tim ku më pyeti çfarë isi e ke ti, ta mos thuaj si gjithë do të jetë 4-2-3-1, tha edhe vazhdon. Tash solle një si punë. Po Morieros ishte lojtar i madh, lojtar i Interit. Ti ke qenë tifoz i Interit, tani kujtova. Po, tifoz Morieros dhe Inter. Pastaj kohë ndryshim i madh, domethënë Moriero nga një idhull që e shikon në televizor. Miliarder në televizor, San Siro, tempulli i futbollit në Europë, vinte me ne. Në të njëjtën mjet transport që s'dua të përmend shumë gjëra. Fugon transporti, Tiranë, Laç, Tiranë për ditë. E bënte për profesionalizëm apo? Për ditë. Këtë e bënte, ndoshta s'ka pas mundësi modesto, ndoshta dhe arsye pa lek, pa ku nuk e di, ndo arsyet e tij. Kuptova, por e bënte, ndërsa kthem krahun. Si trajner, po si trajner si ishte? Si trajner, ishte emocional shumë emocional, të ishte ndeshje shumë e arrot të shumë gjëra, emocional shumë. Kishte një taktik tipik italiane. Anë 90. Futboll si shka luajtur vetë. Edhe, por problemet, do më thonë, nuk kam ndonjë që të them çfarë problem mund të kishte, se tani jemi edhe kundërshtar në fushë, nuk bëhet si zbulim të flamurtarit. Jemi kundërshtar dhe fati madh edhe i mirë dhe keq ndeshja ime e parë. Ishte kundër Morieros. Dëgjoj më tani kujtova. Ndeshja e parë që ka drejtuar me Partizanin, ka qenë në Vlorë, fitoi 1-0 me pak fat. Fati gjithmonë më të mirë. Pati gjithmonë më të mirë dhe e bëri kundër Morieros, ish trajneri që ka pas te Laçi, ka qenë trajneri i ndeshja parë Morieros me Flamurtar, ndeshja parë me Partizanin, u ballafaqën të dy. Shumë gazetarë vërtiteshin aty në stadium, me rotëshë me gjona në kënaq, se di njëri lajmin në burt apo. Burimi pra. Një lajm sepse siç e thatë dhe ju kur ke punuar në një kushte në ekipe të dobta nuk është intereso shumë, sepse nuk bësh shumë lajm. Po, askush nga ata se di që ke qenë te Pukati. Askush se di. Nuk bësh shumë lajm deri te llafët e fundit që më thonë tani. Një pyetje kam. Si shpjegohet që trajner si Milinkovic, për shembull, që ishte te Partizani, unë ai quaj fenomen këtë, nuk merrem individin fare. Pra një njerëz që në 2016 bën diçka mirë me luftëtarin dhe ekipet shqiptare rikthejnë her pas here. E ke parasysh ai dështon gjithkohë dhe mirë që vjen vet, po vjen dhe me çunin staf, vjen dhe me shokun staf. Pra ai vjen me një paketë
120.000 euro, 130.000 euro. Pse bëjnë klubet këtë gjë? Ndërkohë që përpara kanë, jo vetëm Oltën, më mund të kenë Vini, mund të kenë Gjergj Injera, që kanë 20 vjet tu që njohin realitetin shqiptar. Pse e bëjnë këtë vendim? Asnjëherë nuk kam arritur të kuptoj, të them seriozisht, dhe kjo ka qenë debati me shumë president, me shumë trajner, me shumë miq, se siç në Super League, po ndodhen në kategori të parë që ne nuk e dim. Po ndodh kategori të parë, domethënë vjet me gjithë respektin, vet Apolloninë Fjedi, ekip madh ka drejtuar një trajner që Kush ishte? nuk e di, sot drejtor Shirokën, kategori 2. Shirokën, kategori 2. Nga ishte ai? E kupton nga Argentina, kishte drejtuar. Argentina vjen Shirokë. Argentina vjen në Shirokë, kupton tani ti? Se çfarë mund t'i ofroj, me gjithë respektin, se nuk e njoh se çfarë mund t'i ofroj më shumë se një Çfarë mund të ketë një Argjentinas që drejton Shirok në Nuk e di, skuadër? du ta pyesësh atë. Çfarë halli të madh mund të ketë Do ta një? pyesësh atë. Mendoj se Mua më vjen mirë që lexoj te Oltioni një zhveshje nga kjo ndjenja inferioriteti ndaj tuajve, por ndoshta në për klubet tjera është akoma kjo ndjesi, domethënë prandaj marrin këto raste siç po i përmend. Nuk do të Akoma jesh impresionohemi nga të Po njëjtën kështu i gjë, bie, nuk është kur se skemi ne çuna talentum që të bëjnë një punë më të mirë se sa dikush nga Argentina që s'njeh fas terrenin asgjë se sa të thonë të Hallegji, se po erdhi nga Argentina Shirok, hall të madh. Po patjetër. Hall koke, s'ka mundsi. Ku erdha nga kategoria s'ka problem, nga kategoria 2, Luzi më ofru Që dhe Luzi këtu po lua për nesh. Po është të janë, më ofru kuksi U21. Hallaçi i nga U21 në ekipi parë, U21 ngeli pa trajner dhe Naim Alili menaxheri i klubit ato kohë më merr në telefon. Kështu a do vish? Po më thash po vi. Punë du, ti jemi në punë, sigurisht po, seriozisht sigurisht po. Gjithmonë gati. Gati për të punuar në futboll. për rrogës, për kështu që Por aty ka filluar pyes, Ti pa ku. të thonë të drejtë aty ka filluar pyes. Dhe frika ime kjo ishte domethënë në thonjë Afrika se a do jem gaçim se ndoshta bëjnë shkencë. Superliga ishte gogol për mua dhe bëjnë shkencë. Do bëjnë po dëgjoj çfarë mund bëjnë ta. Domethënë kisha frikë se Superligë do të jem shumë me hapa. Do bëjnë shkencë Superliga, ishte kur ishte do shifja kuksin. Momentin që pashë të njëjtën punë që boja unë në për ekipe të vogla në thonjë se për mua janë ekipe shumë të vaja, të them të drejtës, më kanë hapur dy. Të njëjtën punë bënë edhe këto. Cikël javor, kuksi U21. Pa e ka thënë Mourinho atë. Standarde kuksi U21. E ka thënë Mourinho atë. Kur isha me Porto duhet punoja 90 minuta. Te Real Madrid nuk punoja asnjë minutë. Por ama kur isha te Porto nuk mishte njëri pas supjes. Te Reali pas dobit heqin. Po pra, kjo është drejt. Ndërsa domethënë nuk është i bënë gogol, nuk ndihesha inferior ndaj askujt. Të thashë erdhën shumë trajnerë të ujit te kuksi dhe nuk është u ndjej inferior. Shikoj se videot të tyre dhe nuk është u ndjej inferior dhe kjo ka bërë që edhe kur më ofru Partizani thoya po, se nuk jam inferior ndaj këtij që bën to. Shikoj çdo javë servitet e Mladenit, nuk është Milinkovicit. Po nuk është, domethënë nuk është i ponte me gjë që unë, wow, se pas kam bërë unë, nuk e pas kam punuar ndonjëherë. mësova ato Të them të drejtën nga ato taktika për gjobit lojtarët nga ky. Siç i thonë nga i Chelsea. Jo, për të gjobit nuk është, ajo është përdesë unë po shkoj. Është respekt ndaj punës ndaj vetes. Përdesë unë po shkoj 2 orë. Ndërsa po shkoj në 9, përse dikush të vi mas me, përdesë më i parë. Ishte Milinkovic që ka pas për trajneri për Partizani trajner, me thënë drejtën unë kam pas debate shumë të mëdha në MCN TV në fillim të këtij edicioni, se unë nuk e kuptoj aty te MCN-ja, Gerti që kemi kam shumë mik, pa i ka një grup panelistësh me lirimin, me starorin këta. Ata nuk e kuptoj, ata përveç se në mënyrë ndoshta dhe të pavetëdijshme gjithmonë kundër meje, ndonjëherë më duket se Ruben Castile me miritu, bëjnë gjithmonë me gabumin. Dhe në këtë debat u bën me Milinkovicin. Por që s'kishin argument, unë thoya, e para një pse duhet ta zgjedhësh ti këtë trajnerin? Çfarë koncepti ke ti? Se dakor, tu do ta marr Oltën sepse Olti ka 20 vjet trajneri, e një futbollist shqiptar nga U17 deri tek ekipi i parë. I mungon ndoshta ende pa kjo karizma e përvojës, pra nuk i mungon shpëtim duro që i cili dhe i ka qenë 30 vjeç, por ne do punojmë gjithë bashku që ky të rritet në pikpamje e PR-it, por ama ka kokën plot, apo jo. Tani këtë Milinkovicin, për çfarë e merrni thoyon? Dhe ajo që ma bitor të është që si vendosin trajnerët klubet tona? Çfarë kriteresh përdorin? E lën Partizanin tani më sepse besoj për shembull ja rasti konkret. Po lëm Partizanin. Tirana, marrim Tiranë, po. Moj Bordin që vjet dështoi te Elbasani. Pesë Rafi Lirdaja. Dështoi te Elbasani vjet. Pse mori? Tirana kishte Vangelin, Milan, mikun ton, për 2 javë nuk i la kohë Vangelin që të bonte punën e tij. Moj Bordin me gjithë respektin,
ka qenë te Italia, por mori bordin që u provua në Shqipëri si shtuti te Elbasani, e hoqën edhe për një pikë Gozenovic dresh hynjen e Final Four. Gozenovic që ishim shqiptar tani, se ka 15 Po vjet. ka 15 vite është, domethënë që është rritur, është studiuar Po këtu. i kemi menduar si zgjedhin trajnerët ta. Nuk e di, sepse problemi është këtu nëse vinë ata dhe dinë më shumë. Kjo është që unë nuk jam dakord. Të njëjtën gjë, siç punojmë, siç bën këto kurset, bën edhe atje. Nuk është që bën diçka më shumë në Coverciano po themi se sa këtu. E njëjta gjë, studimi është një lloj. Kundërshtar do studiosh. Po ty Edvin do merrje për shembull një shef kuzhinë italian të mirë. Do të pak Nëse do kisha alternativë me një vendas, jo, do zgjidhja gjithmonë vendas. Gjithmonë vendas. Patjetër. Kostot, mentaliteti. Kryesor është mentaliteti një, patjetër. Kur ishim në 2000, ti tregoj një histori shumë bukur, në 2016 lutet Skënderbeu me Dinamo Zagrebi, 2017. Ne marrëm në Elbasan Arena. Të marrëm në 1-1 atje 0-0 kualifikum. Unë Dinamo Zagrebi është modeli se si një klub i mirë Ballkanas, prodhon lojtar. Arbër Hoxha për shembull luan me Dinamo Zagrebi. Ka prodhuar lojtar, shek lojtar, ka sukses. Edhe është lojtar i vetëm që ka blerë brenda ekipit mbi moshën 25 vjeç. Mbi moshën 25, Arbër Hoxha. Dhe asnjë Pra ka një strategji shumë të mirë dhe aty brenda është edhe tradita, është edhe fitoret, janë dhe shitja e skuadrës, pra siç duhet funksionojë. Asnjëherë nuk ka pas trajner përveç se kroat. Asnjëherë. Ndërkohë që dhe lojtarët 90% i ka rajonit, për shembull me lojtarët më të mirë në Shqipëri. Kush është tani ndër më Shqipëri? Do këna, hajtë ne thotë 17 vjet. Shqipëri, Maqedoni, pra mbledh më të mirë përveç se Kroacisë. Në atë kohë kishte ardhur Luciano Moxhi, drejtor të Partizani, Moxhi madh Juventusit edhe takoi Juliano trajner. Shefin Juliano trajner. Juliano shkret, thoshte ç'pun kam unë këtu, ç'a duam këtu thoshte. Iku për 4 javë, Mark Juliano. Edhe e pyes, ishte shefi i transfertave të transferimeve të lojtarëve të Dinamos. Një Poluci moda i pallon shkurt. Kështu edhe takoi para po ato sanduiç aty, sta Prisamenja. E takoi para, unë kurioz bëra më vet. Edhe po sa këtë vit tha, ja do shesim pjacën, tha ishte pjaca atëherë, mos gaboj, do ta shesim pjacën, tha 20 milionë euro, tha. Po 20 i kam gati, tha. Po ky do me ikte Juve, tha, pa do t'juve sa vin 15, tha, kupton ç'është shifër flishin ata. I tha Milanit po deshet 18, 24, po se jo gromësyu një 4 herë me kola, Edhe po se tha mu ora tha ka ardhur, tha, Luciano Moxhi më tha mu tha në Shqipëri, tha. Po i thashun ka ardhur Moxhi në Shqipëri, thashun te Partizani. Po ç'doni Moxhi ju, tha. Dëgjon. Si thashun Moxhi emri i madh. O tha, ne nuk mund marrim Fergusonin tha nga Manchester United Kroaci. Ne jemi realitete ballkanase lokale. Ne jemi fabrika prodhimi. Ne nuk shesim. Pra ne prodhojmë lojtar, marrim lëndën e parë, si më thënë nga qyteteza më të vogla, e prodhojmë dhe shesin. Moxhi do dështoj tha sepse Moxhi është mësuar në realitetin e Serie A. Është tjetër nivel bisedash pra. Ne si jemi kështu tha, pa hajde sa të kalojnë dhe këta tujit këtë punkta për të ashtu. Ajo është, mësohen vinë me komplet mentalitet tjetër. Një debat që kena pas me Morieron, të themi Me Morieron. Po, ka qenë të videoanalizës, se të Laçi kam bërë unë videoanalizën, bashkë me zëmës trajnerë se kishim. E ke edhe licencën e videoanalizës? Kam UEFA Pro, s'kam nevojë për. E ke të gjitha. Përfshirje lartë, përfshirje lartë. Drejtori sportiv që është veças dhe Ja si vini që është BUOS këtu Nisë. Edhe problemi ishte, domethënë tek videoanalizat. Kishim rast për të analizuar, ishim Partizan, rast konkret. Para kishim ndeshje me Partizanin, do analizojmë Partizanin dhe video nuk ishin të qartë, domethënë siç është video, nuk i kishin të qartë pse ne do shikonim lojtarin si lutë ekipin Partizani dhe si vazhdonte aksioni. Ama ne nuk e shikonim dot. Nuk e shikonim dot, domethënë, ku është Mojci gjatë Partizanit dhe ku është Sumusi. Pse? Po se pamja e kamerës ishte e tillë. Okej. Edhe filloi duke bërtitur, po se ke bërë mirë, vaje nuk ekziston, s'kam ç'e bëj. 6 kamera kemi, nuk i s'kam them. ç'e bëj thosh unë këtu. Ishte mësuar në Itali, ndoshta me kamerë wide që është nga lart, është po këtu s'jam, tash ç'e bëj. Pse nuk i kem, domethënë vinë në një botë. Aty gjë shqiptar do thoshte, aty ngeli puna aty. Aty do po domethënë është në një botë komplet realitet tjetër. Që vjen diku. Olti këtë stilin mediatik që e ke, sa i ke? Po. Ka 6 javë që është ndajtim, ka 4 herë në faqet parë për polemika. E ke... Son këtë debat? Jo, po e ke të lindur apo e bën kastile? Jo, unë ky tip jam i drejt për drejt, nuk s'kam asnjë lloj interesi ndaj askujt, jam i drejt për drejt. Mendoj ta them atë që mendoj. Ndoshta mund të jem edhe gabim, por du ta them. Shumë herë mund të jetë edhe polemizues, por s'kam çfarë bëj. Si ishte ky debati me vllaznin? Na shpjego pak. Debati me vllaznin nuk është debat fare, përkundërzi. Ne kishim një ndeshje. Seriozisht nuk e kam fare të pjesë vllaznis. Ne kishim një ndeshje para në lutjen në Durrës, fituam 2-3. Vllaznia luante me Dinamo dhe ishte debati mes Person Martinit dhe Person Ljerdajës.
Martini dhe Daja. Daja përplaset aty në gjatë gjithë kohës dhe në ironin sipër, trajneri i vllaznisë Martini thot po, nuk shikoj Dinamo kundërshtar Qatë kam për kampionat. Realisht ka momentalisht me pika Dinamo e Gnati Elbasani. Unë jam real. Pa. Përmeni Partizan Tirana me 3 pikë. Partizani në ato momente s'kishin fituar akoma me Durrës, më thon të drejtën, ne ishim diku te 9 pikë, ironi shumë e madhe. Edhe kjo mua nuk më pëlqeu, nuk mund të bëj ironi. Askush, as në Partizani, as Tirana, as nuk mund të bëj unë ironi me vllaznin. Janë disa vite që janë futbolli shqiptar, janë Çfarë përgjigje? Edhe përgjigje ime shumë e thjeshtë, nëse ti më bëj ironi për Partizanin me 7 pikë, atë unë them vllaznia herën e fundit ka dalë kampion vitet 2000, 2001, ose në kohë të luftës. Sepse kohë luftës nuk është vetëm 97, 98, apo 46, 92, janë gjithë në këto kohë të luftës. Domethënë kjo ishte. Ç'a ndodhi pastaj rrjetet sociale? Pastaj rrjetet sociale nuk di gjë, se ti shikoj apo ty ti shikoj vetëm jam shajt. Vetëm domethënë më shan mua përballë ju sikur s'thash. Gjithë mlefi ndaj aty apo pse shah vllaznin. Unë nuk e kam shajt, realisht dhe nuk e shaj. Nuk mund të shaj një ekipon që çdo ekip ka një ose dy futbollistë. Mërzitej që nuk e mundë pastaj Martinin në fushë. Unë mërzija zakonisht shumë, sepse përveç lojës, përveç asaj që doja, ishte edhe rastet pafund që kishin për të shënuar dhe pra si është puna, kur luje keq fitove, tani që ke filluar të lush më mirë po barazon. Si është futbolli? Rëndësi ka pikët tani, pastaj vjen futbolli i bukur. Pikët duhen dalin me situata. Edhe kjo ishte domethënë polemizues, nuk jam se polemizues, po është. Sa ky debat që li? S'më shqetëson fare, por sinqerisht s'më shqetëson fare, sepse nuk ndikon fare as në punën tënde. Nuk ndikon fare, më ndikon më shumë te familja, te babaja, ai shkreti i vuan shumë. Ai më merr në telefon me pyetje, po mos bollafëm me këtë, mos bollafëm me atë se babai na ka luajë prap kalomi ne nuk kemi shumë që përplaset edhe sa mendoni që përplasja prodhon mund të vë shumë gjëra, po në futboll nuk janë këto dhe kjo është i kam thënë domethënë nuk është vetëm ai mi vuani çik më shumë se të tjerë. Po mirë më. Ti je modest, kështu në modest në deri diku pra. Je modest në aparencë, kështu brenda vlon jam i bindur, ke një ambicie të papar. Deri diku. Po, unë them gjithmonë që njerëzit që janë gatshëm të marrin çdo lloj pune që ofrohet kanë një ambicie të papar, sepse shohin çdo lloj pune si qëllimin final që mund të kenë. Dhe u besoj qëllimi jot final është drejtosh një ditë kombëtaren e Shqipërisë. Sigurisht që po. Sigurisht që po, patjetër. Do të jesh idiot mos ta pranosh këtë gjë. Do them sigurisht që po. Po. Bobaki pas Armandos do vi dikush që do pranoj një shqiptar edhe merr shënjesër për në hënë, edhe po sa rritet do bish me syjeve. Bish me syje, romantik. Je romantik i bindur. Ja mo strateg. Kjo është strategji. Se ta bën që do shkoj te kombëtarja apo. Si dihet? Pyetja që mos ta synoj. Është kjo. Ti jeton në një realitet vështirë. Realiteti i sportit është i vështirë. Presidenti dhe njerëzit që janë afër futbollit në Shqipëri nuk janë tenora, as artista. Janë njerëz me ato bizneset e tyre, të rritur me atë egërsinë e Shqipërisë pas viteve 90, u është dash të jenë tillë, ose tash. Drejt. Luftë për mbijetesë. Tani po hyn klasa e re biznesmenëve që ashtu edhe. Dhe ti je në një tavolinë me Gaz Demin. Gazi apo jo? Vino të jep gazin. Çik natyrë rond apo jo gazi. Është vërtet. Po, Babaxhan. Po Babaxhan ku ti më parë. Po Babaxhan po i rond tani, gazi është rond. Babaxhan të rëndin gjithë. Jam dakord më burr, kam marrëdhënie shumë të mirë me Gazin. Po është i rënd. Po ai pranon dhe vet, sa është i rënd. Po. Olsi Rama keq mirë është vllai kryeministrit. Apo jo. Pano Gjigjo keq mirë është antar komiteti 30 vjet gazetar. Si rri me këta? Ç'a bën me këta në tavolinë? Kurioz jam tani. Ç'a thua? Ç'a thon ata? Sa ata s'marr vesh asnjë nga futbolli. Ky është problemi që kanë. Po nuk i thon dot jo. Fare. Pano, pak, Orsi pak, Gazi, nish ke fungar. Narcist i madh. Mos ja vere. Po si os merr nga vesh. Gazi në futbolli? Ata flasin sinqerisht drejt gjëra drejt. Hatali, lej këto tash. Jo, Se lejtë po vdes të dëgjoj çfarë në vërtetë. Jo, sinqerisht me presidentin flasin. A di gjithë me whisky, a është aty arrini aty gjithë me whisky. Jo, unë rri gjithmonë te stadiumi, rrallë te whisky, me afër whisky në te lokale. Se keni çu whisky te Jo, stadiumi. vje presidenti që një muaj, 10 ditë që jam unë aty, vje çdo ditë në stërvitje, çdo ditë rri aty, dhe gjitha mbledhjet tona janë po në stadium. Stadiumi bëni Po mbledhje. në stadium, të gjitha. Nuk Ju të katër trini me njëri Po, tjetrin. rrim aty. Po në Pra, stadium. presidenti, drejtori dhe këshilltari. Presidenti dhe dy këshilltarët e tij. Po. Çfarë thot Olsi? Që ka një 2 javë që na premton që do vi dhe na Me gënjen. Olsin nuk është që kemi pas shumë bisedime, se ka qenë pak larg tani për punët e veta. Okej, nuk ka qenë. Nuk është që kena folur shumë me Ramën, por me presidentin, me Panon, me Altinin, kemi qëndruar shumë, kemi folur shumë. Ata kanë bë, siç kanë bë këtu këtë investimin e madh këtu.
Po keq mirë, ti e ke bërë investimin në hoteleri, pra ke ndjek trendin një lloj kështu në hati apo jo, siç do ndodhte dhe marr. Kasi atë investimin që ka bërë atje, ka bërë thjesht kështu. Domethënë mësojnë za dali ku dali. Ka bërë çka keni bërë tani në restorant? Tani është i vetmi klub besoj unë deri tani që ka hotelin e vet, Ka bërë restorantin e hotel vet, veti. ka bërë hotelin 3-4, çdo lojtar të rinë aty, vetëm 2-3 lojtarë që janë Pa të pagesë, martuar, normal, ato që janë të martuar, po, çdo gjë pa pagesë. Aty vetëm 2-3 lojtarë që janë të martuar janë jashtë. Atë në tufi. Po, tufin, e ka bërë tani pritet bën në 3 fusha të tjera. Ka bërë restorant. Ka bërë Sa restorantin. veta han aty gjithë. Rreth 100 veta. 100 vet. 100 veta 3 herë në ditë. Shumë shpenzime do të jenë. Patjetër. Dasëm për ditë. Dasëm për fiks dasëm për 100 veta 3 herë në ditë. Dasëm Duke për futur lojtarë, punëtorë, u thash Po, klubi po. Partizanit ka Nga të dhënat zyrtare, dhe për këtë e mbaj me kompetencë, megjithëse nuk doli kampion vitin e shkuar, klubi me më shumë të ardhura, duhet ishte Gnatja, se doli kampion, sepse ishte Partizani, 2.9 milion euro të ardhura. Dhe Gazi mos ka pas zgjuarsinë që të reinvestoj, sepse atë ka asete. domethënë tek klubi Partizanit sot Është i vetmi që vlen. jemi Edhe vetë që mund ta shesi. Po që mund ta klubin. shesi. Është sot që po flasim mund të jenë 3-4 lojtarë nga U17 që asnjë klub nuk e bën në Shqipëri, që i ka në akomodim, që i ka marrë nga rrethet, i mbajnë aty, çon në shkollë, 4 lojtarë të U17 që marrin si Ti ka punëtues. aktivizu këta informacion? Të U17 janë luajnë vetëm aty, kemi aktivizuar 19-s, domethënë ne kemi marrë nga B-ja 3 lojtarë, po aktivizojmë 4 nga U19. Pas e kursyet e le klubit. Do të thonë Mala është aktivizuar, Qokthi është aktivizuar. Aktivizuam Kontrerasin që morëm nga B-ja, në Diego Sulmusin që është në 2 gola. Pra po kur të shitet këtu në fund të vitit, ti thosh Gazit unë nxora rrugën time apo jo? Kolën, mërcin e djatë që janë morëm aty. Që të Po çaj u sollo çuni. E di atë se në herë po kështu i themi Gazit dhe që Gazo si më thon do vjort. Gjorgja Bel. Po çaj u sollo. Domethënë kjo ka qenë ideja që vetëm që ku morëm Partizanin B, ta nxjerrim objektivi parë në kategoritë parë, po njëkohësisht të rrisim edhe lojtarë. Edhe fal Zotit ja kemi arritur zakonisht shumë shpejt, nuk prisëm me 90 orë që 2 lojtarë Partizani. Si e ka prit familja? Bashortja, fëmijët, fëmijë 1, 2, 2 kam. 2 me jetë. Kam një gotë 5 vjeçë e çum 2 vjeç, Me jetë. që i përshëndes. Ba, sa të vijë. Rion dhe Difozët Harper. e parë. Po. Ba, e më merr babi fitove, më thot goca. Babi sa fitove. Do dhe gola. Po, do dhe goca, do dhe gola. Edhe, domethënë familja, sigurisht që kur je trajner, je shumë më larg, je jashtëzakonisht shumë më larg, familja ngelet pak, s'të them as dorë, po do mundohem t'ju shpërblej. Moment që do kënd po të lira, për këtë u kërkoj ndjes seriozisht, sepse të rish 10-12 orë larg shtëpia dhe pse je në Tiranë. Po dhe në kohën që je në shtëpi, je përsëri me punë. Imagjino kur ishte në Puk. Poste të tilla duan sakrifica. Po, edhe shpresoj që është shpërbler një tarmë më shumë. Unë kam vetëm një pyetje përpara se vini, ndoshta të kaloj te mishmashi, besoj. Po, unë Kam një ndoshta e bën ti atë Kam gjë. një, pse e bëjon këtë rrugë? Okej. Jo, jepi. Jo, kam një Pyetjen them, pyetje pyetjen, që jo mishmash. Më shkon fakt e mishmashi. Ndaj, Ku pyetje diet, çfarë pyetje diet ata dalës le kena komplet, nuk kam. Tash më keni vosh Francesco Totti tash. Ai e dakord se është prej ato që thonë skuadra nuk ndrohet dhe gruaja po ka ndrohet. E dashur. Dashur atë gruan. Kjo është Gruaja bërë zgjuar. Me moshë. ka kuptuar edhe këtë. Nuk është pyetje, është konstatim dhe është keqardhje. Ti e di që një ditë që gjë do mbaroj. Po, sigurisht. Se ti e di që ka dy lloj trajnerësh. Ose ata që janë shkarkuar, ose ata që do të shkarkohen. Sigurisht, me çam në dorë, Me gjithkohë. çast në dorë. Dhe nuk është e rëndësishme çfarë bën ti këto momente Partizani, sa ajo nuk është ekskluzivisht në dorën tënde. Pra ne dim gjithë që trajneri ndikon 10%, 15%, pjesa tjetër është skuadra, fakti lojtarët, shiu, dritat, pra është një kombinim rrethanash Shumë gjëra. në nivel mrekullie. Po. Por për sa kohë ti duhet të jesh te Partizani, do besoj që edhe ky podcast do të të ndihmoj, ti duhet të sillesh në një mënyrë të tillë që jo të rikthehesh një ditë te Partizani, por që pas Partizanit të marrë një klub më i mirë, më i mirë dhe më i mirë dhe më i mirë. Një këshill e vogël, nuk kam pikë këshilla, po Kjo është që një ditë që mrekullia do mbaroj. piksynimi kjo është, domethënë nëse Ditën që presidenti thot kam gjetur trajnerin në dur, fillo shqetësohu sepse në humbjen më të parë, nga prishmëria e madhe që ka, do të heqë. normale, po rritë pritshmërinë, pastaj momentin e parë që do gabosh, dije që do ikesh në shtëpi, por nuk e kam fare frikën e kësaj. Sado që zgjasit, trajneri normal në punë, në çdo vend botë do të marrë rezultatet. Për mua nuk ka të bëj fare asgjë tjetër, rezultatet janë ato që të marrin punë. Kam një tip që kudo që kam punu, kam ngelur miq,
Kam një derë hapur në çdo lloj klubi që kam, s'kam pasur konflikt me asnjë. Si thashë në fillim jam unë kam bërë ndoshta pak më shumë nga ajo që prisja. Fal ambientit, dashurisë, ndjej shumë për klubin që jam unë, bëj diçka ekstra. Dhe nuk e kam problem fare, domethënë sigurisht ambicet në Bie gjithmonë në dashuri sikur të ishte rapar. Po, nëse do jam, nëse sot fal Zotit jam tek Partizani, nuk mund të kthehem me 10 Valbona me gjithë dashurinë e madhe për ekipin qytetit, kështu që do vi një ditë që do kthehesh. Momentalisht patjetër. Momentalisht tani dua të ecë vetëm përpara, që vetëm përpara. Kjo është e gjithë. Mishmash. Unë të uroj vërtet që Siç thua që je njëri i afërt me grupin, të ndërtosh hijen tënde sa më të rënd në skuadrat që merr përsipër. Kalojmë te kjo rubrika që ka pyetje të shpejta, përgjigje të shpejta. Ja. Me qenë se e rritur në vitet 90, Ledio Pano apo Ilir Shurku? Ilir Shurku. Okej. Po Ilir Shurku ka qenë më konkret si profil futbollistit të mund. Ledio Pano, me gjithë respektin për Ledio, ka pasur një goditje standarde, pikën tim më të fortë. Liri më kapiten. Liri kapiten, udhëheqës, drejtues gjatë gjithë jetës, edhe sot në përditshmëri janë po të njëjtë profile. Në stonin shqiptar, Skënder Gega apo Shpëtim Durrë? Shpëtim Durrë. Okej. Arsye? Unë falë Zotit nuk kam punuar me profesor shpëtimin. Ta më falë Zotit, se është shumë i vështirë me Nuk kam e njoh shumë mirë. Kemi mikë përbashkë, kemi mikë përbashkë me Egin. Kam ne 4 vjet në klasë në gjimnaz. Kështu që kemi në gjimnaz kemi marruar bashkë. E njoh, domethënë punën e tij. E kam pasur trajner moshash kombëtare U17 diku për shpëtimin dhe e di. Por është më i aftë. Besoj për shpëtimin se sa. Okej. Cili Partizan ka qenë më i fortë? Ai Starovës në 93 apo i Gegës në 2018? Besoj Starovës në 93. Okej. Lut Adriana Lia atëherë që është 17 vjeç. Starovës në 93, po të shohë gjithë jetë gjatësia e lojtarëve, po të shohësh ato në 93 kanë shkuar në Europë, kanë shkuar atje, ndërsa Partizani i vitit që dal kampion për Sorgegën, Yasir Hasani lojtar më i mirë. Okej. Teknik apo energji? Ndërthurë. Në futbollin shqiptar duhet më shumë energji se sa teknikë. Guardiola apo Klopp? Për mua është Guardiola, është unë idhull, domethënë në thonjë ka Mourinho, por Guardiola është ai që ka bërë revolucion në futboll, ka ndryshuar diçka që asnjë tjetër. Po Mourinho, jam shumë ke profilin Mourinhos. Domethënë edhe media që thua atje profilin Mourinho, mundon të heq gjithë presionin ndaj aty në ta marr për vetë. Tjetër gjë që bëllë Mourinho. Edi Martini më i mirë si lojtar apo si trajner? Si lojtar. Sigurisht si lojtar. Se vjen në diskutim. Okej. Çfarë do zgjidhje? Të fitosh kampionatin apo të marrësh 4 derbi? Besoj 4 derbi. 4 derbi, se nuk e fiton dot këtë vit kampionatin kollaj. Shef pikët të bërë të derbi, do të strateg. Ka derbi nga më tjetër më burr. Ciao. 4 derbi. 4 derbi. Drejtimi i grupit, më mirë shumë ushtar apo shumë general? Unë them më mirë shumë ushtar, them për futbollin shqiptar. Më mirë shumë ushtar, sepse siç e tha edhe Gjergji, se ka disa vite që këtë punë bën në Shqipëri, fryma, energjia bën shumë. Ndoshta më pak ana taktike, teknike, mund të bësh shumë gjëra aty 10-50% mund të ndryshojnë, por pjesa nëse s'ka frym grupi, ushtarësh, do jetë shumë e vështirë. Si trajner i Partizanit, ndryshim jete apo ndryshim rroga? Jeta. Jeta, jo rroga. Dhe me këtë e mbyllim. Oltë të kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu që neve e thyem pak atë klishen që ishte krijuar që jemi podcast Tiranës. Tani më si tifoz i vjetër Partizanit, jemi tifoz dhe i Partizanit dhe mendoj, shpresoj që të jesh ndjerë sikur Gjergji të ka lënë të flasësh sot, se kam takuar një dashamirës podcastit ton sot, që më tha si se la aty dhe agën me formën. Mos do të vetë. Nuk isha unë, si se la Gjergji ta aty dhe agën. Po mendoj ndoshta ka qenë akoma e konflikti super golit aty dëshirë. Problemet e tyre. Shpresoj të jesh mirë me ne sot dhe shumë faleminderit që jam ndjer shumë shumë kemi kaluar një bisedë dhe me sinqeritet, megjithëse unë jam simpatizant i Tiranës, do doja që ta fitosh derbin javën tjetër. Dhe këtë e them pa asnjë lloj hipokrizie, sepse Tirana që është sot unë nuk e njoh më. Shumë respekt kam për Grendin dhe për Refikun, i kam të dy miq, por nga trajner deri te lojtari i fundit, unë nuk i kam më asnjë numër të tyre telefonit dhe mendoj që nuk është problemi im, por është problemi i tyre. Kështu që presoj që të fitosh ti. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit. Shihemi në stadium. Shihemi në stadium. Faleminderit.